Maturantët sot ju nënshtruan provimit të dytë ekstern nga matura shtetërore, e cila ishte sipas përzgjedhjes së tyre. Sipas të dhënave të Qendrës Shtetërore të Provimeve, më së shumti maturant, gjegjesisht 13.457 janë paraqitur për testin e gjuhës angleze. Për testin e matematikës janë paraqitur 1.246 nxënës. 73 u nënshtruan testit të gjuhës gjermane, 24 për gjuhën franceze dhe 62 u testuan në estetik. Për testin e filozofisë kishte 7 kandidat, 4 për testin e gjuhës ruse dhe 3 për testin e gjuhës italiane. Për të mbikëqyrur procesin e provimeve, kjo qendër edhe këtë vit angazhoi rreth 2000 testues. Provimet u zhvilluan në shkollat të cilat i plotësonin kërkesat në përputhje me rregulloren për organizimin e provimit të maturës shtetërore, ndërsa për nxënësit nga shkollat që nuk i përmbushnin të njëjtat, provimet u zhvilluan në amfiteatrot e fakulteteve. Për maturën shtetërore, këtë vit janë paraqitur 15.004 kandidat. Nga këta, 8.816 nxënës janë nga shkollat e mesme profesionale, 5.966 nga shkollat e mesme dhe 222 nga shkollat e arsimit artistik. Maturantët, të cilët në qershor nuk janë nënshtruar maturës shtetërore ose jo plotësisht, do të mund ta japin atë në sezonin e gushtit më 12 gusht, kur është provimi në gjuhën am, ndërsa më 14 gusht është provimi ekstern. Përndryshe, provimi i parë ekstern i detyrueshëm për të gjithë nxënësit në gjuhën amtare, maqedonase, shqipe, turke dhe serbe dhe letërsi u mbajt më 31 maj. Sipas të dhënave të kësaj qendre, 9.969 maturant janë regjistruar për gjuhën maqedonase, 4.339 për gjuhën shqipe, 292 për gjuhën turke dhe 10 nxënës për gjuhën serbe.